erdhe. Si jeni? Mirë, juve? Mirë. Dëgjojemi domethënë. Okej, tani do t'ju prezantojmë një video nga universiteti. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, mes mish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo faret nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. Tani do bëjmë një tani do dëgjojmë një përshëndetje nga dekani i fakultetit, profesor Giovanni Arkudi, që ju përshëndet të gjithëve ju që po merrni pjesë në këtë Open Day online. Ju lutem, mbani mikrofonat fikur. Sono il preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana. Voglio presentarvi la nostra Facoltà di Medicina. Essa si articola su 4 corsi di laurea: medicina, odontoiatria, scienze infermieristiche, scienze della riabilitazione motoria, fisioterapia. L'offerta formativa è costituita da lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, tirocini professionalizzanti. Tutta l'offerta formativa è fatta da professori provenienti dall'Università di Roma Tor Vergata, integrati da un congruo numero di docenti albanesi. Dal prossimo anno avremo all'interno della nostra università l'ospedale, che verrà utilizzato per le esigenze della Facoltà di Medicina, che si andrà ad aggiungere alla già operante clinica odontoiatrica e a quella fisioterapica. La Facoltà di Medicina rilascia un titolo congiunto con l'Università di Roma Tor Vergata che consente a chi lo consegue di operare liberamente e senza ulteriori esami in tutta Europa. Perché iscriversi a questa facoltà? Perché per tutte le cose che ho detto fino ad ora, il titolo conseguito presso la facoltà, presso tutti i corsi di laurea della facoltà, offre a chi lo consegue oltre possibilità e opportunità di lavoro. Grazie. Tani do shohim një video se përse duhet ta zgjedhim Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë. Në qoftë se nuk keni ndonjë pyetje për momentin, do fillojmë me prezantimin e planit të studimit, të programit të studimit.
Atëherë, bëjmë prezantimin e planit të studimit. Fakulteti Bachelori në infermieristik bën pjesë në Fakultetin e Mjekësisë Kirurgjisë dhe është një program studimi i cili zgjat 3 vite akademike. Është një disiplinë e mjekësisë që trajton dhënien e ndihmës mjekësore ndaj të sëmurëve, kurimin e tyre dhe përkujdesin ndaj individëve për të mbajtur dhe përmirësuar gjendjen e tyre shëndetësore. Për këtë arsye, është një profesion me vlerë të lartë shoqërore që vendos infermierin në një marrëdhënie të ngushtë me të sëmurin, familjen dhe kontekstin e tij. Në këtë moment ju e shihni shumë mirë rolin e, sidomos në rastin e pandemisë, domethënë roli i infermierit ishte një rol i cili më shumë se kur i të gjitha profesioneve shëndetësore dolin në pah në këtë moment të vështirë dhe shumë të rëndësishëm për të gjithë ne. Ky program studimi ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, ndahet në 6 semestra dhe parashikon marrjen e 180 krediteve universitare. Frekuentimi i mësimit dhe i praktikave klinike është i detyrueshëm në masën 75% për çdo lëndë në të gjitha vitet, për shkak se profesioni jonë është praktik dhe duke qenë i tillë ne duhet të mësojmë dhe të jemi gjithmonë prezent gjatë leksioneve teorike dhe praktike. Mësimdhënia zhvillohet kryesisht në italisht nga profesor italian dhe gjithashtu edhe nga profesor shqiptar. Këtu dua të theksoj që në momentin e parë që ju njiheni me universitetin, pra gjatë semestrit të parë të vitit të parë, kryesisht profesorët janë shqiptar që ju të keni kohë që të ambientoheni me universitetin dhe me lëndët të cilat në semestrin e parë të vitit të parë janë kryesisht lëndë që ju i informojnë dhe ju përsërisin ato që keni bërë në shkollë të mesme në mënyrë të tillë që pastaj gjatë semestrit të dytë të kaloni në lëndët si shkenca infermieristike që të mund të ambientoheni me universitetin. Plani i studimit i përmbledhur i 3 viteve është në këtë slajd, duke përfshirë lëndët si biologji, fizikë zbatuar, biokimi. Çfarë është e rëndësishme për ju është bazike për ju në semestrin të parë, është lënda e anatomisë dhe fiziologjisë, në të cilën do mësoni se si është i ndërtuar njeriu dhe në këtë pikë ju do mund të mësoni edhe ku do përqendroheni. Dhe pastaj nga semestri i dytë kryesisht ju do përqendroheni te lëndët e shkencave infermieristike, që siç e shihni kanë një vlerë më të madhe të krediteve. Sikurse edhe praktika, që siç duket ka vlerën më të madhe të krediteve në gjatë të gjitha viteve, pra në vit të parë ka 24 kredite, në vit të dytë 26, në vit të tretë 30, sepse është duke qenë një profesion praktik, gjithçka ka më shumë rëndësi është praktika që ju zhvilloni në universitetin tonë. Duam t'ju bëjmë me dije se praktika që ju zhvilloni në universitetin tonë është një praktik me standarde europiane, zhvillohet nga profesorët që ju mësojnë së pari, profesorët që vinë nga Tor Vergata që ju mësojnë se si ta bëni, si ta aplikoni këtë praktik me standardet europiane dhe pastaj monitorohet nga profesoreshën Keleda Gjini që është tutorja e praktikës në universitetin tonë dhe ju do bëni praktik në të gjitha institucionet shqiptare, por edhe në partneritet me institucionet italiane eventualisht, dhe gjithashtu në spitalin tonë të ri, që nga dhjetori do jetë aktiv. Në këtë fazë dua t'ju sqaroj që çdo vit akademik është i ndarë në 2 semestra dhe provimet zhvillohen në 3 sezone, pra është sezoni i dimrit, ai që ne themi sezoni i shkurtit, që fillon zakonisht në fillimin e shkurtit dhe mbaron në javën e parë të marsit. Pastaj kemi sezonin e verës, pra që zakonisht është në mesin e qershorit deri në mes korriku, fund korriku, dhe ai i vjeshtës. Në universitetin tonë këto sezone pra janë të ndara në këtë mënyrë, por ju provimet mund t'i jepni kur të doni ju, gjatë harkut kohor të 3 viteve e gjysmë. Pra, në universitetin tonë ju keni mundësi që në qoftë se nuk arrini ta mbaroni universitetin në 3 vite, mund të merrni edhe 6 muaj kohë që të mbaroni temën e diplomës, që të mbaroni një provim për të cilin keni refuzuar një notë,
keni mundësi pra që këto provime të jepni kur të doni gjatë sezoneve dhe sa herë të doni gjatë sezoneve. Frekuenca e leksioneve teorike dhe praktikës klinike është e detyruar sepse kemi, siç ju thash, një profesion praktik dhe natyrisht mund të pranojnë mungesa të justifikuara deri në masën 25% të numrit total të orëve për çdo cikël mësimdhënie. Në dispozicionin tuaj keni një bibliotekë universitare bashkëkohore të standardeve europiane, pra në universitetin ton, përveç librave që doni t'i mbani në bibliotekën tuaj personale, nuk ka nevojë që të blini tekste të tjera, sepse çdo tekst tjetër që ju rekomandojnë pedagogët gjatë orëve të leksionit, ju e gjeni në bibliotekën tonë me kartën tuaj të studentit. Mund të studioni në bibliotekën tonë, siç e shihni biblioteka jonë është gjithmonë disponibël, gjithmonë e hapur dhe gjithmonë në dispozicionin tuaj për t'ju furnizuar të gjitha materialet që ju duhen për studim. Dhe keni të gjitha tekstet bashkëkohore në mënyrë të tillë që çdo gjë që do të dëshironi të konsultoni ta keni në kohë reale. Do ju bëj një hyrje edhe për kush është i interesuar të studiojë në selin tonë të Elbasanit. Ne edhe në Elbasan kemi një seli e cila është një lloj filiali i Universitetit Zoja e Këshillit Mirë dhe ju nëse nuk e keni më mirë të studioni në Elbasan mund ta bëni, prap gjithmonë diploma jonë e Universitetit Zoja e Këshillit Mirë është. Ambientet e selisë së Elbasanit janë këto që shihni në foto, është edhe koordinatorja doktoresh Elena Spini dhe studentët që po bëjnë provime ose po bëjnë leksione. Kemi një sallë multimediale, bibliotekën, klasat e ndryshme, është një lloj si filiali i Tiranës. Natyrisht në këtë filial janë të parashikuar edhe praktikat dhe ka edhe sallën e praktikave dhe vendin ku studentët mund të ushtrojnë praktikat dhe mund të bëjnë praktika përveç se nëpër spitale. Kursi në fund të viteve, të 3 viteve akademike përfundon me provën finale, me vlera aftësuese natyrisht për profesionin e infermierit dhe lëshimin e diplomës universitare të nivelit të parë në infermieristik të njohur, dua ta theksoj këtë, të njohur nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe natyrisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë, diplomë e cila do ju hapi të gjitha dyert e botës për sa i përket tregut të punës. Që më herët ne kemi filluar edhe për studentët tanë të infermieristikës një përqasje të tyre me botën ndërkombëtare për sa i përket edhe kërkimeve shkencore dhe që më herët kemi përgatitur studentët tanë që të kenë një përqasje ndërkombëtare internacionale për sa i përket edhe kërkimit shkencor. Studentët tanë fillojnë që nga viti 2 të bëjnë lëndë të kërkimit shkencor në mënyrë të tillë që në momentin kur të jenë të diplomuar të jenë në gjendje edhe të bëjnë publikimet e tyre në emrin e tyre personal. Gjëja më e rëndësishme për ju dhe gjëja më inovative për ju është se ne nga dhjetori, kur ju të jeni domethënë student të Zojës Këshillit Mirë, do kemi edhe spitalin ton aktiv dhe ju do mund t'i bëni praktikat në spitalin ton. Pyetja kryesore zakonisht që ne na vjen janë sa i përket tarifave të studimit për vitin akademik, për lëndët infermieristik, domethënë për bachelorin e infermieristik, tarifa vjetore është 2334 euro. Natyrisht që ne japim një mundësi studentëve të cilët kanë mesatare absolute 10 dhe automatikisht në qoftë se ju na vini nga shkolla e mesme mesatare absolute 10 keni 30% skonto nga kjo tarifë që ju shihni këtu. Dhe nëse mesatarja juaj varion nga 9 deri në 9.99, pastaj ju nga kjo tarifë ju ulet 15%. Çfarë dua t'ju them është që edhe më vonë në vit të dytë dhe në vit të tretë, në qoftë se ju vazhdoni të mbani këto rezultate, do merrni bursë studimi. Pra ne për shkak se jemi një universitet që funksionoj me meritokraci dhe me të drejtën për t'i dhënë më të mirit mundësinë për të vazhduar përpara, kemi mundësi që të shfrytëzojmë pjesën e bursave të studimit dhe të mesatares që në vit të parë. Por kjo nuk përfundon në vitin e parë, por ndiqet edhe në vit të dytë dhe në vit të tretë,
me të gjithë ata që vazhdojnë ta mbajnë këtë mesatare. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje për sa i përket këtij prezantimi dhe doja t'ju falenderoja për gjithë pjesën e që më dëgjua dhe gjithë pjesën e prezantimit. Për pyetje ju lutem të më thoni. Nuk keni ndonjë pyetje, domethënë? Nuk shohin që njëri më shkruan, ok, pas kam disa çape këtu. Per quanto riguarda la spiegazione in italiano, faremo il giorno aperto il giorno 30 maggio. Kisha një pyetje në chat për sa i përket shpjegimit në gjuhën italiane, do bëjmë një ditë të hapur për italianët në datën 30 maj. E kanë sqaruar edhe kolegët, kështu që do vazhdojmë me prezantimin e një video nga tutorja jonë e praktikave dhe pedagogja jonë, profesoreshën Keleda Gjini. Të dashur maturant, përshëndetje. Unë jam Keleda Gjini, koordinatore praktikave në Universitetin Katolik Zoja Këshillit të Mirë, Fakulteti i Mjekësisë, programi i studimit infirmieristik. Kemi përballë manikinë e avancuar, ku aplikohen disa teknika, që janë teknikat e emergjencës, të kardiologjisë, pneumologjisë dhe sëmundjet e brendshme. Gjatë 3 viteve, studentët kanë mundësinë që të aplikojnë si në vitin e parë, 2 dhe 3, sipas programit të parashikuar të planit të studimit, ku integrohet teoria dhe praktika duke bërë studentin si protagonist të rastit klinik të simuluar. Nëse marrim një rast klinik emergjent, në këtë rast arrestin kardiak, pasi jemi siguruar për skenën dhe pasi kemi verifikuar që pacienti nuk ka puls, nuk ka frymarrje, bëhemi gati për të aplikuar masazhin kardiak, 30 masazhe edhe 2 frymarrje. Tani në këtë moment ne do të dëgjojmë një histori suksesi që në universitetin ton studentët, siç e dini, janë ekselent dhe studentët që janë diplomuar me nota ekselente dhe kanë vazhduar karrierën e tyre jashtë Shqipërisë, si në rastin e doktor Ervis Aliaj që do ju flasi tani, i konsiderojmë histori suksesi sepse janë studentë të cilët kanë shkëlqyer edhe në realitetin evropian. Po ja lë fjalën Ervisit që t'ju japi, t'ju tregoj për eksperiencën e tij jashtë Shqipërisë. Atëherë, meqense nuk e di mund të mbas servisin në këtë moment nuk është i lidhur dhe nuk na dëgjon, do kalojmë te Jasmina Sampapa, që është një studente e cila studion në infermieristik në vitin e 3 dhe do na shpjegojë për jetën e saj studentore në auditoret tona. Atëherë, përshëndetje, besoj më dëgjoni. Unë jam Jasmina Sampapa, studente e vitit të 3 infermieri. Po pres me shumë dëshirë të diplomohem. Dua t'ju uroj një mirëseardhje, jam shumë të lumtur që kemi sot në këtë Open Day. Po ndaj me ju historinë e dashurisë sime me këtë universitet. Mund ta quajmë kështu. Unë më parë në fakt nuk është e kisha dëgjuar në fillimet e mia për sa i përket Universitetit Zoja Këshillit të Mirë. Vazhdoja studimet në universitet tjetër shtetëror dhe një miku im shumë i mirë ishte student e Zoja Këshillit të Mirë dhe priste të diplomohej. Dhe duke parë vështirësi që unë po gjendesha me degën që kisha zgjedhur në mënyrë të nxituar dhe kushtet që përballoja në universitetin shtetëror, më sugjeroi Universitetin Zoja Këshillit të Mirë dhe në specifik degën e infermierisë. Siç tha dhe profesoresh Emanuela më përpara, është një degë shumë e kërkuar në shumë vende të botës dhe do të jetë në vazhdimsi, sepse siç e dinë në çdo repart, stafi me numër më të lartë është stafi infermieror. Rëndësia e këtij profesioni shihet dita ditës dhe në këtë situatë specifike të Covidit që po jetojmë.
Unë më së shumti doja të vendosja në rëndësi faktin që literatura që përdoret është gjithmonë një literaturë e hapit bashkohor, e cila azhërnohet në mënyrë të vazhdueshme çdo vit, sepse siç e dim, shkencat mjekësore janë shkenca dinamike, të cilat janë në evolvim të vazhdueshëm dhe çdo herë që ka studime të reja, çdo herë që ka lajme të reja shkencore në lidhje me degët tona, universiteti jon kujdes që të kemi gjithmonë azhurnim dhe literaturën bashkohore. Për të mos folur pastaj për profesorët e Tor Vergadës e profesorët tanë shqiptar që janë profesor të mrekullueshëm, të cilët të fusin në gjak pasionin për profesionin, sepse janë të pasionuar pas mësimdhënies dhe pas transmetimit të dijes në fushat e tyre ndaj studentëve. Gjithashtu dhe stafi i universitetit i cili kujdeset në mënyrë specifike për çdo student, siç po i them përpara, disa studentë me cilët po flisja nuk na shohin si një grup studentësh, por si persona, si individ, dhe kujdesen për nevojat e secilit prej nesh, nga ana akademike, por dhe personale, gjë që nuk e kam gjetur në universitetin ku isha përpara shtetëror. Ndërkohë që tek zona e Këshillit të Mirë, kam parë që çdo profesor kujdeset për të vënë në pa pikat tona të forta dhe për të punuar me pikat tona të dobta. Pastaj të flasim për praktikën spitalore, e cila është një gjë e shkëlqyer sepse ne çdo vit që në vit të parë bëjmë praktikë spitalore, diçka që na ndihmon shumë, sepse na ndihmon e para, siç e dim dhe siç e specifikuam përpara, që është një degë e cila ka nevojë shumë për të qenë për të prekur me dorë, për të parë, për të bërë sa më shumë praktik, por të ndihmon të kuptosh në mënyrë reale se cili është profesioni yt dhe ta njohësh profesionin tënd ballë për ballë që në vit të parë. Pra mos të mbetesh thjesht tek literatura, e cila është mjaft e rëndësishme, për të shohësh punën që do bësh çdo ditë në pjesën tënde në pjesën vazhduese të jetës tënde pas diplomimit. Patjetër kemi dhe laboratoret tona në shkollë, të cilat na ndihmojnë që të njihemi me të gjitha mjetet e punës. Kemi manikinët tonë, kemi dhe manikinët elektronik, të cilat na ndihmojnë të bëjmë praktik në mënyrë me standarde mjaft të larta. Kemi laboratoret anatomike që na ndihmojnë shumë për lëndën e anatomisë, e cila normalisht nuk është një lëndë e cila mësohet vetëm duke lexuar, por edhe duke parë trupin e njeriu dhe gjitha organet në veçanti. E së të them më shumë, dhe ambienti i shkollës është i mrekullueshëm. Universiteti ka dhënë një vlerë shumë të madhe dhe infrastrukturës, sepse ne kalojmë aty shumë orë të ditës sonë dhe është një ambient mjaft i këndshëm. Gjithashtu dhe biblioteka është një bibliotekë bashkohore, disponibël, me një staf të mrekullueshëm që kujdesen gjithkohës të na vinë në ndihmë me literaturën që na nevojitet. Nuk di sa të më shumë, nuk dua të zgjatem më shumë, jeni të mikë, shpresoj dhe besoj që të jeni pjesë e familjes sonë të madhe. Ju përshëndes. Faleminderit Jasmina. Do kalojmë te historia jone e suksesit, Ervisi, që pak më parë u prezantova, por që patëm një problem me lidhje. Tani do na flasë Ervisi mbi eksperiencën e tij europiane. Përshëndetje Emanuela, faleminderit për ftesën, përshëndetje të gjithëve. Unë personalisht mund të them këtë gjë, kur kam zgjedhur universitetin e zonës së Këshillit të Mirë, kanë qenë disa arsye në fillim, por më kryesorët për mua kanë qenë këto. Kur kam marrë vesh që në fillim universiteti ka qenë i lidhur me universitetet italiane, për mua si rrjedhoi kam menduar që stafi pedagogjik italian do të ndikonte pozitivisht tek cilësia e mësimdhënies dhe tek njohurive që unë do të merrja te ky universitet. Por duhet të them që pasi kam filluar pastaj universitetin, edhe profesorët shqiptar që na kanë dhënë mësim në shqip apo në italisht, kam pasur po ashtu të njëjtën përmendjen tim përgatitje dhe kualifikim, pasi vinin gjithë nga eksperienca po në Itali apo vende të tjera të perëndimit. Një arsye tjetër që jo më pak e rëndësishme për mua ka qenë vlera e diplomës, pasi të gjithë e dim që universiteti në fund të ciklit të studimeve të vlerëson një diplomë, e cila ka të njëjtën vlerë as më shumë as më pak të një kolegu i cili studion në një universitet si që është Italia, dhe kur them Italia nuk kuptoj komunitetin evropian. Dhe kjo gjë e përkthyer në mundësitë e punës që studenti ka në fund të studimeve, për mua ka qenë një avantazh jo i vogël. Dhe këto dy gjëra mua më kanë shtyr që mbas shumë viteve që jetoja në Itali, të kthehesha dhe ta bëja universitetin në Tiranë.
Dhe këtu do të theksoj faktorin ekonomik sepse ajo është e rëndësishme. Të studiosh sot jashtë shtetit ka një kosto dhe unë arrita të kthesha në Shqipëri, të bëja universitetin të reduktoja kostot dhe të njëjtën kohë të jetoja edhe pranë familjes dhe njerëzve të mi të dashur. Këto kanë qenë për mua në një farë mënyrë arsyet kryesore që më kanë shtypur ta zgjedh universitetin. Pastaj, rezultatet që unë kam pasur për gjatë 3 vjeçarit kanë arritur edhe si rrjedhoj faktorë të tjerë që unë nuk do të janë disa shqiptu të gjitha, por maturantëve unë do t'i theksoja një faktor, po më duket se e kanë theksuar edhe mendoj edhe kolegë të tjerë, infrastruktura e rëndësishme që ka universiteti, sepse unë do të them një gjë që kur e kam nisur universitetin nuk kam pasur pretendime për sa i përket rezultateve, por leksionet e marra në për hapësirat komode që ka universiteti, do t'i theksoja laboratoret, praktika që ne kemi bërë se tek shtetërori, por edhe tek spitali privat italian që ka pas konvencionet, spitali i ri që po ndërtohet brenda territorit të universitetit nga fundi, hapësirat e tjera që ka universiteti, biblioteka me literaturën që kur studenti që do të filloj, njohurit e ka këtë mundësi dhe për të programit pas, hapësirat e tjera rekreative që ka universiteti, sportive, fuqat, e ka qetës apo volejbolli, do të thosha këtu edhe aktivitetet që universiteti ka përgjatë vitit, forumet, seminaret që krijon, figurat e njohura që fton përgjatë vitit për shembull të huaja apo edhe shqiptare, kisha që ka universiteti dhe për ata që besojnë, pasi unë jam i bindur që të gjitha pastaj këto faktorë të bashkuara së bashku, për mua personalisht kam bërë të mundur që universiteti të jetë i jetueshëm edhe për te orës së studimit, sepse neve e vërtet që vim në universitet dhe vim për të marrë njohuritë tona, por në të njëjtën kohë kemi nevojë që në një farë mënyrë të kurojmë edhe sferat e tjera të jetës, sepse kjo gjë na bën të mundur që të jemi pastaj për mendimin tim edhe më të kompletuar si profesionist në këtë profesion që neve zgjedhim, edhe si individ në fundit edhe në shoqërinë ku neve do jetojmë, sepse na formon si persona. Këto gjë unë mund t'ja u konfirmoj në një farë mënyrë edhe për Universitetin e Elbasanit, sepse kam pasur fatin që ta njoh nga afër, pal bashkëshortes time, e cila edhe ajo ka përfunduar studimet në infermieri në Elbasan dhe shpesh kur krahasojmë pak ato eksperiencat tona në shumë pika jemi domethënë të ngjashëm për sa i përket studimeve. Sot që unë ju flas, domethënë me gjithë me gruan time, punojmë në spitalin e Lukasit, këtu në qytetin afër Düsseldorf, dhe aktualisht unë punoj në një repart Covid, nëse është dhe periudha e virusit, dhe do të thosha që edhe eksperiencat që kam pasur në Itali të punës, do të thosha që zgjedhja që kam bërë për universitetin për mua ka qenë e goditur në një farë mënyrë dhe në një farë mënyrë më vjen sot i them faleminderit universitetit sepse për mua ka qenë me vërtet një mundësi e madhe për karrierën time. Dhe maturantëve do t'i thosha vetëm këtë gjë që në qoftë se arrin, me thënë, të zgjedhin këtë universitet, të përpiqen që ta jetojnë në mënyrë aktive hapësirat që universitetit të jep, jo vetëm për sa i përket studimeve, por edhe në të gjitha hapësirat e tjera, sepse është një ambient që aty pastaj lindin edhe relacione, raporte me profesorët, me koordinatorët, me thënë ka shumë figura që është realisht një mundësi e madhe për të ardhmen. Kjo më vjen në fjalë, domethënë në një përmbledhje pak a shumë që të theksoj për sa i përket eksperiencës time. Falenderoj Ervis, ishe shumë i qartë, falenderit që na dhe mbi eksperiencën tënde, që bashkëndave me ne të gjithë. Do t'i japim fjalën tani profesor Rokos, që është përgjegjësi i kursit, dhe do t'ju tregoj diçka në gjuhë italiane mbi kursin e infermieristikës. Sì, buongiorno a tutti.
Intanto mi scuso perché non parlo la vostra lingua, l'albanese, anche se mi sento un po' albanese anch'io, visto che vengo e do il piacere e l'onore di vivere molto tempo in Albania da ormai più di 25 anni. Ma Emanuela mi aiuterà con la traduzione. Atëherë profesori ju përshëndet të gjithëve, ju kërkon ndjes sepse nuk bashkëndan gjuhën shqipe dhe gjithsesi është i nderuar që merr pjesë në universitetin tonë, është një ndër bashkëpunëtorët më të mirë të universitetit tonë dhe këtë po e shtoj unë, nuk e tha profesori, dhe gjithashtu ju falenderon për pjesëmarrjen. Innanzitutto devo dire che devo ringraziare l'Albania e gli albanesi per avermi fatto vivere un'esperienza unica nel genere come quella che stiamo vivendo con questi corsi di laurea che rilasciano titoli da parte di 2 paesi e di 2 università, un'università italiana e un'università albanese. Së pari, profesori do t'ju falenderoj dhe do të falenderoj edhe Shqipërinë për këtë mundësi unike që nuk ndodh në asnjë realitet tjetër shqiptar, mundësinë për që krijohet nga universiteti jonë për të dhënë një diplomë europiane dhe për në një realitet shqiptar, për të dhënë një diplomë e cila njihet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. E poi vi devo ringraziare perché in questi anni ho avuto la possibilità e l'opportunità di conoscere tanti studenti albanesi che hanno avuto poi un'esperienza e dei successi a livello internazionale veramente eccellenti. Abbiamo studenti che si sono laureati nelle nostre università di Elbasan e di Tirana, che oggi sono un po' l'orgoglio di tutti noi, perché hanno fatto delle cose straordinarie non solo in Albania, e sono tanti, ma anche in Italia e anche negli altri paesi europei. Ne ho incontrati alcuni addirittura negli Stati Uniti, a New York, quando sapevano che ero lì per motivi di lavoro, mi cercavano per incontrarci. E questa è un'esperienza unica ed è per questo che vi consiglio vivamente di prendere in considerazione di iniziare questo tipo di formazione. Profesori dëshiron të falenderoj dhe gjithashtu dëshiron t'ju thotë që eksperienca që ka njohur student të cilët i ka njohur në Tiranë në kohën në jetën e tyre studentore, por që më vonë pastaj ata janë bërë të njohur në fushën e tyre jo vetëm në realitetin evropian dhe në Itali, por edhe në Shtetet e Bashkuara, dhe i ka takuar atje kur ka qenë në New York për punë, i ka takuar dhe këta student, të cilët kanë qenë student të profesorit, kanë dashur të takojnë, por në veshjen e studentëve profesionistë të cilët janë të njohur në të gjithë botën ndërkombëtare. Perché vi consiglio di fare una scuola, un corso universitario per infermiere? Innanzitutto perché l'infermiere rappresenta una professione sanitaria molto richiesta. Pensate che nel mondo mancano, anzi in Europa, solo in Europa mancano circa 2 milioni di infermieri rispetto a quelli che servirebbero. E nel mio paese, in Italia, anche se ci sono 450.000 infermieri già impegnati nel lavoro, ne mancano addirittura 60.000 ancora per coprire il fabbisogno. E quindi fare l'infermiere e scegliere questo tipo di formazione dà moltissime opportunità di lavoro. Edhe më përpara profesori theksoi shumë faktin se pse realiteti jonë është një realitet unik dhe pse duhet të zgjidhni Universitetin e Zoja Këshillit të Mirë, por më tej shtoi faktin se pse duhet të zgjidhni të jeni infermier, për shkak se tregu i punës për ju si infermier është shumë i gjerë. Pra, në të gjithë Italinë kam, po thoshte profesori, jo vetëm në nivel ndërkombëtar që ka pafund nevojë për infermier, sidomos në këtë moment historik që ne po jetojmë, por përveç kësaj, edhe në Itali, për shembull, profesori po fliste me shifra konkrete, pavarësisht se ka infermier që diplomohen dhe dalin për ditë nga auditoret e universiteteve, mungojnë gjithsej 60.000 infermier. Pra, fakti që ju keni një treg pune i cili është
i gatshëm që t'ju marri direkt pas diplomimit dhe është direkt i gatshëm që t'ju marri me një pagesë shumë të mirë dhe është i garantuar për ju dhe në Shqipëri ju nuk gjeni një mundësi tjetër si kjo e universitetit tonë, profesori ju nënvizonte këtë mundësi që është unike për realitetin shqiptar. Un altro motivo è perché questa professione vi dà l'opportunità di intraprendere diverse possibilità di carriera. Si può fare una carriera clinica, quindi acquisendo delle specializzazioni che possono essere specializzazioni in ambito critico, per esempio delle terapie intensive, dei pronto soccorso, piuttosto che delle rianimazioni, delle sale operatorie, ma anche della clinica, degli ambulatori, della geriatria, che richiede molto la professionalità infermieristica. Quindi una carriera sviluppata e anche ben pagata per quello che riguarda l'aspetto clinico, ma anche una carriera manageriale nel management, nell'organizzazione, nel coordinamento o anche nella ricerca, ed è molto sviluppata e nella nostra università, Nostra Signora del Buon Consiglio, questo è un elemento centrale. Abbiamo diversi progetti di ricerca in essere e al quale partecipano anche i nostri giovani studenti, e poi un'ultima possibilità di carriera è anche nell'ambito della didattica, per cui a chi piace fare anche insegnamento, docenza o carriera universitaria, anche questa è un'opportunità che gli infermieri hanno. Profesori nënvizon faktin që ju mund të zgjidhni pastaj të jeni një infermier klinik në specialitetet e ndryshme, pra mund të jeni infermier në sallën kirurgjikale, mund të jeni infermier në pjesën geriatrike, mund të jeni infermier në ambulatore pediatrike, në të gjitha këto fusha si infermier klinik, jo vetëm që ju do jeni të njohur në nivel ndërkombëtar, por do keni edhe një eksperiencë e cila ju dallon nga të tjerët. Përveç kësaj, universiteti jon, në qoftë se ju mendoni, do me thënë që prioriteti juaj nuk është vetëm pjesa e të qenit infermier klinik, por edhe infermier menaxherial ose koordinator i një programi studimi, universiteti jon e jep këtë mundësi. Dhe jo vetëm, universiteti jon është i vetmi realitet shqiptar që jep mundësinë e kërkimit shkencor. Pra, shumica e studentëve tanë që kanë vendosur të bëjnë një karrierë akademike janë të përfshirë tashmë në kërkimet shkencore që universiteti jonë bën në bashkëpunim me Universitetin e Tor Vergatës. Një gjë për të cilën edhe unë dhe profesori dhe të gjithë ne duam të theksojmë është që eksperienca jonë është eksperiencë të gjithë profesorëve të Tor Vergatës. Pra është një eksperiencë e cila ju dallon nga të gjithë universitetet e tjera. Ju nuk keni në një realitet tjetër shqiptar një eksperiencë europiane nga pedagog europian. Prandaj dhe çfarë ne theksojmë është që sido që të jetë zgjedhja juaj, ajo klinike për të bërë infermier klinik, ajo akademike për të qenë pastaj pjesë e infermierëve që bëjnë kërkim shkencor, apo ajo menaxheriale, ose pse jo t'i bëjmë të treja bashkë këto komponent, ju keni mundësinë që të merrni këtë, të bëni këtë zgjedhje dhe të merrni këtë eksperiencë unike vetëm nga universiteti jon në territorin shqiptar. L'ultima cosa che voglio dirvi, perché scegliere l'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio? Perché è una delle poche università che consente non solo di condividere le esperienze di noi professori, ma anche di condividere le esperienze degli studenti. Pensate che sono tanti gli studenti italiani che, pur avendo l'opportunità di frequentare questi corsi in Italia, scelgono di venire in Albania, nella nostra università cattolica, perché questo comunque rappresenta un'occasione di interscambio anche culturale tra i nostri paesi, che sono dei paesi molto vicini anche da un punto di vista culturale, e questa è una bellissima, straordinaria opportunità per tutti. E i nostri studenti italiani che studiano lì a Tirana o a Elbasan sono felicissimi di questa esperienza e veramente credo che sia un'opportunità da non perdere. Poi sono disponibile per delle vostre domande. Gjëja tjetër që profesori donte të theksonte, që natyrisht ndodh vetëm në realitetin e Zojës Këshillit Mirë, është fakti që e italianët, edhe pse studentët fakti e prezencës së studentëve italianë në universitetin tonë.
Pra studentët italianë edhe pse kanë mundësi që të bëjnë studimet e tyre në vendin e tyre, vendosin që të vinë në universitetin tonë dhe të studiojnë në Shqipëri për shkak të një shkëmbimi kulturor, për shkak të studimit në një universitet ku ka edhe studentë ndërkombëtar, për shkak të afërsisë që kemi ne me si dy vende që jemi shumë afër dhe për shkak edhe të përshtatjes kulturore me Shqipërinë. Pra, ne jemi i vetmi realitet shqiptar ku ju realisht mund të gjeni kolegë ndërkombëtar, jo vetëm italian, kryesisht italian, por ndërkombëtar nga të gjitha vendet e botës. Okej. Profesori është në dispozicion për çdo pyetje që ju mund të keni, mund të ma thoni mua në shqip dhe t'ja përkthej profesorit, ose pse jo mund ta bëni direkt pyetje me italisht. Nëse dëshironi të bëni ndonjë pyetje, është mirë që mbaset të aktivizoni mikrofonin tuaj dhe të na bëni ndonjë pyetje që dëshironi. Okej, atëherë. Po kam nevojë që dëgjoj, domethënë të kuptoj nëse ju ka pëlqyer ky prezantim, keni ndonjë pyetje, keni ndonjë gjë për të na thënë? Nuk e di nëse ndonjëri nga ju dëshiron të flasi, s'ka problem, mund ta mbyll dhe kamerën nëse nuk ndihet rehat, por të na thoni si shkoi, domethënë si ndiheni, edhe nëse s'keni ndonjë pyetje për të bërë. Okej, atëherë asnjëri nga ju një pyetje, po Emanuel, më thuaj. Pas ke të njëjtin emër me mua, Adash. Okej, më thuaj. Nga shkolla Dertliu, po. Po më shkruan në chat. Okej. Ku e zhvillojmë praktikën? Ja direkt do të përgjigjet përgjegjësia për praktikën, profesoreshën Keleda Gjini, profesoreshën Çepat, që po bënte një simulim në manikinin e avancuar për sa i përket praktikës. Okej, atëherë po ju së pari po filloj unë që të flas deri në momentin që profesoresha t'ju japi një feedback nga pjesa e saj si koordinatore e praktikave. Atëherë praktikën ne kryesisht siç tham, këtë vit do kemi nderin që ta bëjmë së pari në spitalin tonë. Pra, në spitalin Zoja Këshillmir. Aktualisht praktikat studentët e infermieristikës i bëjnë edhe në poliambulancën tonë Atë Luigi Monti, që është në rrugën e Kavajës. Pra, të gjithë pjesën e infermieristikës, të marrjes së gjakut, të marrjes së analizave, gjithçka ka të bëjë me pjesën e formimit të infermierit, dhe përveç kësaj, natyrisht që ju duhet të njihni të gjitha realitetet, sidomos realitetet shqiptare, kështu që ju patjetër që shkoni bëni praktika edhe te spitali Nën Tereza, shkoni bëni praktika edhe te spitalet e tjera private, si për shembull spitali Salus. Pra ju njihni të gjitha realitetet shqiptare që janë, dhe pse jo, eventualisht ju shkoni në rastin e përgatitjes së diplomës apo kërkimeve të tjera që duhet të bëni për shkak se nuk i gjeni në realitetet shqiptare, pse jo mund të shkoni edhe në Itali. Pra ju i keni të gjitha dyert e hapura, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në realitetin italian. Profesoreshën Keleda, mbase nëse kam harruar diçka, mund të shtoj diçka mbi këtë pjesë. Nuk kemi nuk e dëgjojmë profesoreshën. Atëherë, derisa profesoresha të mund ta dëgjojmë, po lexoj një pyetje nga Elfrida. Po kurse do zhvillohen online për ne që jemi të interesuar? Elfrida, patjetër që ju mund të zhvilloni kurse online.
Aktualisht në këtë moment të emergjence ne po zhvillojmë të gjitha leksionet online, kështu që ne kemi mundësi jo vetëm që të zhvillojmë kurse online, në rastin e një jo emergjence, pra në një rast të një situate normale, ne preferojmë që kurset jo vetëm t'i zhvilloni online, por t'i zhvilloni konkretisht këtu të ne, për shkak se ne në universitet kemi disa struktura, si për shembull qendra e stimulimit, e cila ka një manikin të avancuar dhe ka një infrastrukturë europiane. Në këtë pikë ne preferojmë që ju kurset t'i bëni praktikisht, për shkak se profesioni juaj është praktik, dhe patjetër që ndërkohë ndërthurim edhe me konferenca shkencore, edhe me kurse online, edhe me simulime, edhe me aktivitete seminariale. Pra, është një ndërthurje e të gjitha aktiviteteve praktike dhe teorike dhe një formim 360 gradi juaj. Pra, është një formim i cili ju së pari në auditor e merrni në teori dhe pastaj gjithçka ju merrni në teori e bëni praktik edhe në qendrat tona. Kam një pyetje nga Fiorella, e cila më shkruan, doja t'ju bëja disa pyetje nëse më lejoni. Patjetër që mund ta hapësh mikrofonin. Fiorella, të mirëpresim. Jam shumë e lumtur që ti je para që do hapësh mikrofonin dhe do mund të flasësh. Patjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, të dëgjojmë shumë mirë. Okej. Së pari ju falenderoj për mësimin, domethënë se mora shumë faleminderit ty që more pjesë, faleminderit ty që na ke shkruar. Ne kemi shkëmbyer disa emailë dhe jam shumë e lumtur. Po, edhe më kanë ardhur emailët tuaja. Falenderoj për punën që bëni në rast të doja bëja disa pyetje nëse më lejoni në lidhje me këtë universitet. Patjetër. Ne jemi këtu në dispozicion të gjithë për të dëgjuar pyetjet dhe për të përgjigjur secili nga ne. Faleminderit. Tani, në lidhje me këtë universitet, në qoftë se një person, qoftë djalë apo vajzë, ka mesatare, si që sa dhe ju, që mesatare 10 absolut. Po, personat që kanë mesatare jo 10, po mund ta kenë 9 ose 8 ose 7, mund të pranojnë në këtë universitet, apo është vetëm me 10 absolut? Jo, absolutisht. Atëherë, mesatarja, ti ke shumë të drejtë që bën këtë pyetje. Mesatarja mund të pranohet, mesatarja vendoset nga Ministria e Arsimit. Kështu që në çfarë unë desha të them në pjesën e tarifave është që ne parashikojmë edhe bursa studimit dhe parashikojmë një ulje të tarifës për ata që kanë 10 absoluta apo për ata që kanë mesatare nga 9.99. Por, kjo nuk do të thotë asgjë në sensin që ju mund të keni një mesatare që do përcaktoj Ministria e Arsimit në urdhrat përkatës, pra vjetë për shembull ka qenë 6 mesatarja minimale për të marrë pjesë në universitet. Dhe besoj se kjo pak a shumë do jetë tendenca edhe për si vjetë. Megjithatë, të gjithë ata që pranohen në çdo universitet dhe mund të shkruhen nga udhëzimi i Ministrisë së Arsimit, patjetër që mund të regjistrohen edhe te universiteti jonë. E rëndësishme është që ju ta keni paraqitur preferencën tuaj, pra ta keni shkruar dega infermieristik Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë në momentin që keni bërë preferencat. Por, ne nuk penalizojmë, ne i mirëpresim të gjithë studentët. Çfarë unë doja të thoja në pjesën e tarifave është vetëm që do ketë, për ata që vinë me një mesatare të lartë, do ketë një ulje të tarifës. Dhe natyrisht edhe ju të cilët mbase nuk vini me mesataren 10, në momentin që ju në universitetin ton shpalosni njohuritë tuaja, ekselencën tuaj, edhe ju merrni bursën e studimit nga viti 2 të tutje. Nuk e di nëse isha e qartë, Fiorella? Po, ishte shumë e qartë, ju falenderoj. Po, ke një pyetje tjetër? Po, në lidhje me... Po,
po në lidhje me gjuhën, për shembull, në bëhet që ne përdorim është gjuha që ne kemi në universitet është gjuha italiane. Por aktualisht, do me thënë për personat të cilët kanë një, le të themi, brezi juaj jeni më familjar me gjuhën angleze, pra ju nuk jeni shumë familjar me gjuhën italiane. Dhe ja pse qendra e gjuhëve të huaja, që është pjesë e Universitetit Zoja e Këshillit Mirë, po bën aktualisht kurse online falas për të gjithë studentët që duan, të gjithë maturantët që duan të regjistrohen në Universitetin Zoja e Këshillit Mirë. Më tej, ne do t'ju njoftojmë nëpërmjet faqeve tona të Facebookut, nëpërmjet emaileve që shkëmbejmë bashkë, do t'ju njoftojmë se si jetë puna e kurseve online. Aktualisht për të gjithë maturantët, ju lutem vijuni në kontakt me qendrën e gjuhëve të huaja, me profesoreshën Katarina Ahoku, në adresën e emailit që po ja shkruaj në chat. Nëse dëshironi që t'i frekuentoni këto kurse online që janë falas për të gjithë maturantët që duan të regjistrohen në universitetin tonë. Pra, aktualisht ne po i përgatisim të gjithë maturantët që të mund të jenë pjesë e universitetit. Përveç kësaj, pra në një moment që ju nuk keni mundësi që të ndiqni kurse, apo ndërkohë ju keni leksionet tuaja, apo ndërkohë ju po mendoni për provimet e maturës, apo diçka të këtij lloji, ju gjithsesi në planin e studimit keni të përfshirë gjuhën italiane. Ajo është e ndarë në gjuhë italiane bazë dhe gjuhë italiane mjekësore. Pra, në këtë pikë juve ne ju ndjekim në çdo hap. Sidomos në vitin e parë, për vështirësi që janë në gjuhën italiane, ja pse në semestrin e parë të vitit të parë docentët dinë edhe shqip edhe italisht, që çdo nocion që ju nuk e keni kuptuar në italisht të mund t'ua shpjegojnë edhe në shqip. Dhe përveç kësaj të bëni kryesisht gjuhë italiane gjatë semestrit të parë dhe gjatë vitit të parë në mënyrë të tillë që ju të ambientojni. Unë thjesht mund të garantoj që në të gjithë këto vite eksperiencë kemi pas studentë të cilët kanë ardhur me 0 italisht, pra që dinin vetëm anglisht dhe shqip, dhe gjithsesi në sezonin e parë të shkurtit kanë qenë ekselent, për të mos thënë që janë diplomuar me nota ekselente, kanë qenë ekselent, pra kanë shkëlqyer që në sezonin e parë të shkurtit. Sepse ambienti që ne kemi është i rrethuar me studentë italianë, gjuha që flitet është kryesisht italisht, pra juve mësoheni shumë shpejt të flisni italisht. Më besoni do ju keni vështirësi pastaj të flisni në shqip. Pra përsa shumë e përdorim gjuhën italiane. Si mund të aplikosh për shembull që të regjistrohesh te këto kurset online? Fiorella, ose të aplikosh që të regjistrohesh në këtë universitet? Po, atëherë, Fiorella do të ndihmoj unë. Adresën tënde do ja kaloj profesoresh Natalina Otit dhe ajo do të regjistrojë në kurset online. Pra, do të njoftoj për kurset, kur janë oraret e kurseve online, dhe ti siç more linkun për sot, siç more një link për të marrë pjesë te dita e hapur, do marrësh edhe një link për të marrë pjesë te kurset. Po. Pra, mjafton që ju jeni të interesuar dhe ne ju ndjekim hap pas hapi. Ne do të ndjekim ty deri në momentin që ti do regjistrohesh në kurset online dhe ti do mund t'i frekuentosh të kurse online gratis. Patjetër Elfrida, të gjithë ju që keni Nuk të dëgjova Fiorella, më fal, mund ta përsërisësh të lutem? Çfarë oraresh keni apo orare të ndryshme? Oraret ne i përcaktojmë në bazë të nevojave tuaja të maturantëve, pra në varësi të leksioneve, që mos ju bëjmë ne leksion në momentin që ju keni leksionet tuaja, online, e zakonisht oraret janë bazdite. Pra, mbas orës 5, në mënyrë të tillë që ju të keni mbaruar mësimet tuaja që po bëni online dhe përgatitjen që po bëni për provimet e maturës, dhe pastaj ne bëjmë mbas dite oraret e kurseve online për gjuhën italiane. Megjithatë, për një kalendar specifik të orareve, do të vë në kontakt me profesoresh Natalinën. Okej. Dakor? Ju falenderoj. Faleminderit juve që morët pjesë. Atëherë për të kthyer te pyetja e Emanuelit, profesoreshën Keleda është në linjë dhe do të shpjegojë për pjesën e praktikave. Më dëgjoni?
Të dëgjojmë. Dashur maturant, përshëndetje. Atëherë praktikat në Universitetin Katolik Zoe Këshillit të Mirë zhvillohen që në vitin e parë, sikur se shpjegoi edhe koordinatori Emanuela, vitin e parë, dytë edhe të tretë. Janë të integruara, pra në intervalin kohor kur ne marrim teorinë, po në të njëjtën kohë fillojnë dhe praktikat ku ju jepet mundësia që pasi keni marrë bagazhin teorik, keni marrë nocionet bazë të anatomisë, të fiziologjisë, të patologjive të ndryshme, më pas ju keni mundësinë që të rishikoni në praktikë se si zhvillohet praktika në pacient. Kjo gjë, domethënë, zhvillohet në spital. Strukturat tona janë qendra universitare spitalore Nën Tereza, është spitali ushtarak. Zhvillohen pranë universitetit tonë, zhvillohen pranë poliambulatorit që ka Zoja e Këshillit të Mirë. Në muajin dhjetor do jetë mundësia që të zhvilloni edhe pranë spitalit tonë, që është një mundësi shumë e mirë, pasi do jetë aksesi i drejt për drejt nga momenti që ne kemi spitalin në kampus, ju pasi të mbaroni leksionin, direkt mund të përqaseni me spitalin, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Por gjatë këtyre viteve praktikat janë zhvilluar dhe tek poliambulanca që në vitin e parë, që është një strukturë e Zoës së Këshillit të Mirë ku ju keni mundësinë që të mësoni, të praktikoni edhe të praktikoni në formën praktike edhe diagnostikimet e ndryshme që bëhen pranë poliambulancës, duke marrë njërit bazët mbi dhënat e analizave dhe gjithçka tjetër që aty zhvillohet. Por e gjitha kjo, do të thonë, para se ne të përshtatemi me spitalin, ose para se përqasemi me spitalin, gjëja e parë që ne bëjmë është që nëpërmjet laboratoreve zhvillojmë që në vitin e parë në formën demonstrative, sikurse edhe u pa në manikinat e avancuar, formën praktike të simulimit. Ju duke marrë njohuritë bazë, por edhe praktikën bazë në manikin, keni mundësinë që jo vetëm të përvetësoni, por edhe të hiqni pak frikën, që në momentin e dytë që përqaseni me pacientin, mos të keni më atë dyshimin që po operoj tek pacienti dhe ndoshta po gaboj, sepse pjesën e parë të gabimeve ndoshta e korrigjoni në manikinet avancuar. Domethënë funksionon nëpërmjet skenareve, sikurse e pam, që domethënë ju jepet një skenar me simptoma të ndryshme, studenti në këtë simulim merr pjesë, pra bëhet vetë ai protagonisti i këtij skenari, dhe më pas ekziston edhe një debriefing që ju ndihmon juve që nëpërmjet rishikimit të skenarit që keni operuar, të shikoni gabimet dhe të ndriçni gabimet që domethënë mund t'i hasni gjatë simulimit. Kjo gjë më pas, sikurse ju thash, ju ndihmon pastaj tek pacientit mos hasni në probleme apo mos haseni në faktin që jeni akoma gati për të operuar tek pacienti. Pra ju ndihmon që të parandaloni riskun e gabimet. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Keni pyetje? Okej, duke falenderuar profesoreshën Keledën, do kthehem te pyetja që kishte bërë Emanueli më lart. Çfarë garancie pune kemi pas diplomimit? Atëherë, garancia e punës pas diplomimit, ne jemi shumë krenar ta themi këtë. Të gjithë studentët e Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë kanë një mundësi punësimi 100%. Pra, aktualisht, për të gjithë studentët e infermieristikës në këtë rast, ne përpara se të mbarojmë diplomimet na i kërkojnë studentët, sepse e dinë shumë mirë që ne kemi një plan studimi evropian. Jo vetëm studentët shqiptar, por edhe studentët italian. Pra, kemi oferta pune dhe mundësi tregu i punës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë Europën është gati për ju. Në këtë rast, do me thënë, dua të theksoj që Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë për ish studentët e tij jep një mundësi për të gjithë studentët, dhe është një ndër kriteret e punës që të gjithë studentët e Zojës së Këshillit të Mirë të jenë pjesë e stafit. Konkretisht, unë jam një ish student e Zojës së Këshillit të Mirë, profesoreshën Keleda është një ish student e Zojës së Këshillit të Mirë, pra ne jemi student të Zojës së Këshillit të Mirë dhe tashmë po japim kontributin tonë akademik apo praktik, qoftë ky. Në këtë fazë, do me thënë,
të gjithë studentët që kanë qenë pjesë e zojës këshillit të mirë kanë një avantazh për të bërë pjesë në të gjitha realitetet shqiptare, dhe jo vetëm edhe në realitetet italiane dhe në realitetet europiane. Në të gjitha realitetet ju do gjendeni mirë me këtë plan studimi. Shembulli konkret, keni Ervisin që ju foli dhe që ju tregoi se nuk ka pasur asnjë vështirësi, nuk ka dhënë asnjë provim ekstra, nuk ka pas asgjë që e ka penguar që të shpalos të gjithë karrierën e tij në vendet e Bashkimit Evropian si Ervisi në Gjermani apo studentë të tjerë në Itali. Dhe jo vetëm kaq, studentët tanë janë të mirëpritur edhe në Amerikë dhe në të gjitha vendet e tjera, janë të mirëpritur ndërkombëtarisht. Pra këtë dua ta theksoj që studentët tanë nga statistikat që universiteti jonë bën çdo vit dhe i ndjek studentët, përveç se kemi një zyrë që ndjek studentët se ku duhet të punësohen, zyra job placement, përveç kësaj ne kemi edhe një garanci punësimi për të gjithë studentët tanë. Mund të përmend rastin e Gjermanisë që ofron që në vit të dytë kurse në gjermanisht në mënyrë të tillë që ju pasapo të diplomoheni të jeni gati dhe të shkoni të punoni në Gjermani. Mund të përmend të gjitha spitalet italiane që kërkojnë student nga ne. Pra, e kemi këtë mundësi punësimi. Megjithatë, pyetjen tënde Emanuel, po ja përkthej edhe profesor Gjennaros dhe profesorit të japi opinionin e tij sa i përket kësaj. Professore, c'è uno studente che chiede quali sono le possibilità di lavoro per questi ragazzi se studieranno da noi in Italia. Se tu gli puoi dare la tua risposta a questa domanda. Come dicevo prima, le opportunità di lavoro in prospettiva saranno sempre più alte perché gli infermieri in Italia e in Europa e nel mondo ne mancano ancora tanti. La garanzia viene data dalla domanda diciamo, da parte delle strutture sanitarie. Ci sono momenti in cui è più facile trovare immediatamente lavoro, momenti in cui ci vuole più tempo. Per esempio in Italia, anche per questo problema del coronavirus, quasi tutti gli studenti che si sono laureati a marzo lavorano praticamente già tutti. Quindi le opportunità di lavoro rispetto ad altri corsi di studio è molto alta. Bisogna avere un po' di pazienza, di determinazione e comunque in termini di chance effettivamente sono molto alte. Atëherë profesori sqaron siç praktikisht të tham dhe siç e tha edhe ai më përpara që mundësia e punësimit në Itali është shumë e lartë. Dua t'ju sqaroj që ne kemi një bashkëpunim me spitalin më të madh gjerman dhe aktualisht për sa i përket studentëve tanë kanë zgjedhur në Shqipëri vetëm Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë dhe kanë zgjedhur vetëm studentët tanë sepse kanë të njëjtin plan studimi si një student që studion në Itali, që studion në Gjermani, që studion në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Kanë zgjedhur studentët tanë të cilët i kanë të gjitha njohuritë e duhura praktike, profesionale dhe menaxheriale dhe aktualisht ne kemi një marrëveshje me këtë spital për studentët tanë dhe kushdo nga ju që dëshiron të shkojë, dua të dalë në terma konkret dhe në konkretisht në çfarë ofron ky spital, për të gjithë ata që kanë edhe një njohuri të gjuhës gjermane, të cilën mund ta fitojnë gjatë vitit të dytë dhe vitit të tretë këtu në universitet me kurse gratis, do mund të punojnë në këtë spital me një shumë të majme prej fillestare prej 2.800 eurosh dhe më lart pastaj për sa i përket në bazë të eksperiencës së punës. Pra, ne konkretisht kemi mundësi pune, ne konkretisht jemi të lidhur dhe kemi bashkëpunime me spitale gjermane, italiane, në tregun e punës mund të them me plot gojen që jemi të parët që ofrojmë mundësi për studentët tanë dhe studentët tanë sapo dalin nga auditoret merren në punë. Pra, nuk kemi aktualisht një student, po themi konkretisht që është diplomuar në dhjetor dhe akoma nuk ka filluar punë. Nuk e kemi këtë problem. Pra, ne i ndjekim studentët edhe pasi diplomohen. Nuk e di Emanuel nëse isha i qartë në këtë që në pyetjen tënde, apo ka diçka akoma që ti dëshiron të më pyesësh apo një paqartësi, patjetër që ne të gjithë jemi në dispozicion të
tuajin për pyetje të mëtejshme. Shumë faleminderit. Faleminderit ty që more pjesë. Tani në këtë moment ne do rishohim videon nga profesoreshën Keleda Gjini me demonstrimin konkretisht në manikinën avancuar. Dashur maturan, përshëndetje. Unë jam Keleda Gjini, koordinatore praktikave në Universitetin Katolik Zoja Këshillit të Mirë, Fakulteti i Mjekësisë, programi i studimit infirmieristik. Kemi përballë manikinën e avancuar, ku aplikohen disa teknika, që janë teknikat e emergjencës, të kardiologjisë, pneumologjisë dhe sëmundjet e brendshme. Gjatë 3 viteve, studentët kanë mundësinë që të aplikojnë si në vitin e parë, 2 dhe 3, sipas programit të parashikuar të planit të studimit, ku integrohet teoria dhe praktika duke bërë studentin si protagonist të rastit klinik të simuluar. Nëse marrim një rast klinik emergjent, në këtë rast arrestin kardiak, pasi jemi siguruar për skenën dhe pasi kemi verifikuar që pacienti nuk ka puls, nuk ka frymarrje, bëhemi gati për të aplikuar masazhin kardiak, 30 masazhe edhe 2 frymarrje. Ne pam edhe videon pse të zgjedhim Universitetin Zoja Këshillit të Mirë dhe kemi edhe një pyetje të Mimozës, e cila thotë, më falni, kursi sa vite është dhe masteri mund të bëhet tek universitet apo në universitete të tjera europiane? Atëherë, e dashur Mimoza, faleminderit për pyetjen. Kursi i bachelorit infermieristikës zgjat 3 vite. Masterin ti mund ta bësh edhe të universiteti jon, dhe jo vetëm masterin, po edhe doktoraturën nëse dëshiron. Por përveç kësaj, masterin nëse ti dëshiron që eksperienca jote të jetë jashtë Shqipërisë, për shembull, apo në universitete të tjera europiane, siç më ke shkruar, patjetër që mund ta bësh në çdo universitet europian dhe mund të regjistrohesh në çdo universitet europian. Konkretisht jam një shembull konkret i kësaj. 3 vjeçare bachelorin unë e kam mbaruar këtu në Universitetin e Zoja Këshillit të Mirë dhe pastaj masterin e kam mbaruar në një universitet evropian, konkretisht në Universitetin e Firenzës. Nuk ka asnjë gjë të cilën ti duhet paraqesësh ekstra përveç se certifikatën tënde të diplomimit. Dhe asgjë më shumë dhe njihet gjithçka në nivel evropian. Pra në këtë fazë, jo vetëm unë, por të gjithë studentët që kanë mbaruar te Zoja Këshillit të Mirë, konkretisht kanë vendosur ndoshta të bëjnë edhe eksperienca të tjera në të gjitha universitetet europiane dhe ne mund të bëjmë eksperienca të tjera në të gjitha vendet europiane pa asnjë lloj ndalese, pa asnjë lloj frike dhe pa asnjë lloj pengese. Pra ne jemi një lloj si çdo student tjetër që ka mbaruar në auditoret gjermane, në auditoret italiane, në të gjitha auditoret e Bashkimit Evropian. Jemi një lloj, jemi fizikisht në Tiranë, por jemi një lloj si çdo student tjetër që ka mbaruar në auditore europiane. Ka një pyetje nga Armela, masteri është 1 apo 2 vite, masteri shkencor që ne kemi aktualisht zgjat 2 vite akademike dhe të formon që ti pastaj të jesh një lektor ose një menaxher i mirë i pjesës së koordinimit. Për masterin shkencor mund të ju flasi edhe profesoresh Enkeleda,
e cila ka mbaruar masterin shkencor të Universitetit Zoja Këshillit Mirë dhe aktualisht po bën doktoraturën në Universitetin Tor Vergata. Atëherë, sikur se tha dhe Manuela, masteri ose laurea magjistrale e thënë ndryshe, është gjatë ka një cikël 2 vjeçar, ku ky program të mundson jo vetëm në koordinim, apo duke qenë edhe një lektor në të ardhmen, nëse i diplomuar në infermieristik vendos të ketë edhe karrierën akademike, pra i hap një gamë të gjerë njohërish, por ç'është më e rëndësishmja, masteri shkencor të jep mundësinë që kushdo që punon në spitale dhe në klinikë, jo vetëm mund të jetë një krye-infermier ose kaposale të ndryshe, por çdo rast që paraqitet ose çdo evidencë që shikon në repartin në spitalin e tij, merr kompetencat bazë që ta shikojë me sy kritik. Që të shohësh me sy kritik do të thotë që ta shohësh me syrin e vlerësimit, që në një të ardhme mund të hartosh linje guida të reja për atë spital, nëse vëmë re për shembull infeksione spitalore, nëse vëmë re për shembull pacientë që janë të shtruar dhe vëmë re që ka plan që shfaqen gjatë procesit të punës. Edhe këtë gjë, domethënë ta mundson në master shkencor duke parë tashmë jo vetëm pacientin si pacient për ta kuruar, por edhe me nocionin shkencor, pra për të përmirësuar cilësinë e shëndetit, që është më e rëndësishme. Pra jo vetëm koordinimin, jo vetëm simdhënien, por të jep mundësinë që profesionin ta shohësh me syrin shkencor. Kudo që aplikojmë, qoftë në simdhënie, qoftë në akademi, qoftë në koordinim, qoftë në spital apo në klinikë. Pra të jep njohuri bazë për të, domethënë për të parë me syrin shkencor. Në këtë fazë, në momentin që ju, siç tha dhe profesor Shenkeleta, në momentin që ju vendosni të bëni masterin te ne apo në universitetet e tjera europiane, mund të kthehemi prap kur të doni ju pranë auditorëve tona për të frekuentuar pas këtij masteri shkencor dhe doktoraturën për shkenca infermieristike dhe shëndet publik. Pra ne ju ofrojmë një formim të plotë të karrierës tuaj, jo vetëm klinike, por edhe akademike nëse vendosni të ndiqni karrierën tuaj akademike. Nuk e di nëse isha e qartë për sa i përket pyetjes së Mimozës, dhe të Armelës. Faleminderit juve që morët pjesë dhe që na dëgjuat, dhe për t'ju falenderuar, ne kemi përgatitur një surprizë për ju dhe dhurata për ju. Pra, praktikisht, në qoftë se ju dëshironi që të na dërgoni adresën tuaj të shtëpisë, në adresën tonë të emailit info@unizkm.al, që po ju a shkruaj edhe këtu në chat, ne do t'ju dërgojmë gadgetin me dhuratat nga Universiteti Zoja Këshillit Mirë, do t'u dërgojmë direkt në shtëpinë tuaj, do ja sjellim direkt në shtëpinë tuaj. Kjo është një metodë falënderimi për të gjithë ju që morët pjesë dhe na dedikuat kohë nga dita juaj, dhe për t'ju thënë që ne ju mirëpresim dhe dëshirojmë shumë që t'jeni pjesë e familjes tonë të madhe. Nuk e di nëse ka ndonjë pyetje tjetër nga ana juaj ose keni diçka për të shtuar, jeni të mirëpritur. Përshëndetje. Përshëndetje Albor. Ne bashkë edhe me email. Po. Më dëgjoni? Po, do t'ju dëgjojmë shumë mirë. Kisha disa pyetje. Po, patjetër, ju dëgjojmë. Unë jam maturant edhe jam me diabet. Edhe ndesha të dia a më pengon në sëmundja të marr pjesë në universitet? Atëherë unë nuk mendoj që kjo mund të jetë një pengesë për të marrë pjesë në universitetin tonë. Nuk e di sa saktë jam për këtë informacion. Ne natyrisht si çdo institucion tjetër jemi të rrethuar nga profesionistë
pedagog, profesionist, mjekësisë dhe unë për këtë do informohem më gjatë dhe do të kthej përgjigje me email. Pra, konkretisht unë mendoj se nuk do ketë asnjë pengesë për ty, për këtë gjë, pra nuk do kemi asnjë pengesë për ty në këtë pjesë, por gjithsesi ne bëjmë disa shpallje përpara regjistrimit në universitet, që quhen bando, pra shpallje për të marrë pjesë në universitetin tonë për të regjistruar, ku është një listë me dokumenta që përshkruhet shumë mirë se cilat janë kriteret për të hyrë te universiteti jonë. Në këtë shpallje do jetë e mirë shënuar të gjitha kriteret që duhen për të marrë pjesë në universitetin tonë. Pra në bandon përkatëse do jenë të shënuara kriteret. Aktualisht mendoj se nuk ka asnjë pengesë, megjithatë unë të premtoj që do informohem për këtë dhe përveç kësaj ne do ta shpallim këtë edhe në njoftimet tona zyrtare. Por do të njoftoj për këtë në adresën tonë të emailit, sepse ne bashkë kemi shkëmbyer disa emaile gjatë këtyre ditëve dhe do të njoftoj me email personal. Dakor? Po, faleminderit. Kisha edhe një pyetje tjetër. Po, patjetër, më thuaj për pyetjen tjetër. Për librat, sa libra duhet të marrim për të bërë mësimin në këtë universitet? Atëherë, siç u thash më përpara te pjesa e bibliotekës, atëherë librat që ju do bleni janë vetëm libra që ju do dëshironi të keni në bibliotekën tuaj personale. Pra në universitetin tonë, të gjitha tekstet mësimore që profesorët ju kërkojnë për sa i përket studimit, ju do t'i keni në dispozicion në bibliotekën tonë. Ne do mund t'i merrni me kartën tuaj të studentit, që natyrisht ne do t'ju ofrojmë në momentin që ju regjistroheni. Pra nuk do keni nevojë që të blini libra. Ju mund t'i merrni në bibliotekë, t'i studioni, t'i shihni dhe pastaj nga ky moment t'i ridorëzoni në bibliotekë ose të studioni në bibliotekë me tekstet tona. Pra nuk do keni nevojë që të shpenzoni ekstra për libra. Natyrisht që secili nga ne një anatomi apo një libër i cili është shumë i rëndësishëm për karrierën tonë e mban dhe e blen për bibliotekën e tij personale. Edhe një pyetje tjetër. Është penalizuese mos të dish italisht apo të dish vetëm pak, sepse domethënë unë ndi pak italisht, ndoshta ndi shumë, sepse kam qenë edhe në Itali po para shumë vitesh, edhe po besoj se i kam harruar disa fjalë. Atëherë, nuk ka asnjë problem. Siç ju thash, aktualisht ne po bëjmë edhe leksione online për të rifreskuar italishten, për ta mësuar italishten nga fillimi. Pra, ti nuk do kesh asnjë problem sa i përket gjuhës. Nuk do jetë ky problemi i gjuhës, sepse që tani ne kemi filluar të përgatisim studentët tanë me këto kurse online që Qendra e Gjuhëve të Huaja ofron gratis për maturantët. Në orare që juve nuk ju pengon nga leksionet e tjera. Përveç kësaj, ju, si që thash, keni në planin e studimit orë italisht që janë të dedikuara për ju, pra nuk do kesh asnjë problematik të tillë, për këtë mund të të garantoj, pra nuk do kesh problematika sa i përket gjuhës italiane. Asnjë ndër studentët tanë nuk i ka pasur këtë problematika, janë ambientuar që në semestrin e parë të vitit të parë, sepse ju në vitin e parë bëni edhe italisht. Pra bëni edhe leksionin italisht. Përveç kësaj, ne gjatë gjithë verës do kemi kurse që do ju bëjmë, që do ju përgatisin për sa i përket italishtes. Nuk e di Albor, si, do me thënë, nëse isha i qartë, nëse ti përgjigja të gjitha pyetjeve të tua, ose ke diçka që për të cilën dëshiron që ta bashkëndajmë? Po, shumë i qartë, edhe një pyetje tjetër. Po. Këtë pjesën e fundit me dhurata dhe surpriza, nuk e kuptova, mund të më sqarosh prapë? Patjetër. Atëherë, për të gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë event, ne do t'ju sjellim një gadget, pra një çantë me logon e universitetit, një bluzë, një axhel, një Stirolax, do t'ju sjellim te adresa juaj e shtëpisë. Mjafton që ti të na dërgosh adresën e shtëpisë ku ti gjendesh
në mënyrë të tillë që ne të sjellim këtë pak dhurat për ty. Adresa ku ti do të shkruash për të marrë dhuratën është info@unizkm.al. Po, shumë faleminderit. Besoj se funksionon me post kjo, apo jo? Po, do të sjellni me post në shtëpi. Shumë faleminderit. Faleminderit juve që morët pjesë në ditën tonë të hapur. Ka ndonjë pyetje tjetër? Okej, nuk keni dyshime të tjera, ju lutem nëse keni dyshime të tjera që për momentin nuk janë ide që për momentin nuk i keni ose pyetje që nuk ju vijnë për momentin, por ju kujtohen në një moment të dytë, ju lutem të na shkruani në adresën tonë të zyrës së pranimeve info@unizkm.al ose nëse dëshironi të komunikoni me mua, mund të më shkruani në adresën time të emailit që shumica për ju e keni sepse ju kanë ardhur të gjitha ftesat për të marrë pjesë në këtë event, e.prendi@unizkm.al. Për çdo gjë ju lutem na shkruani dhe rrini në kontakt me ne. Unë ju falenderoj shumë që morët pjesë në këtë event dhe ju uroj shumë suksese në provimet e maturës. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit juve që morët pjesë.